E treta adhesër, bëhu mirënjohës dhe i durueshëm në çdo çështje. Je mirënjohës. Këtë bukuri që na ka dhënë, mendjen që na ka dhënë, pasurinë që na ka dhënë është Allahu Azza wa Jall. Atëherë falenderoj Allahun Azza wa Jall. Allah subhanahu wa ta'ala po thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid." Nëse tregoni mirënjohës, unë do t'u ashtoj edhe më shumë begatit. Nëse ti je mirënjohës, jo unë e kom bo, kush ta dha ty këtë forcë? Allahu, do me dhënë se se ke bo ti, kush ta ka dhënë këtë mendim ty? Pse vëllau ton nuk e ka dhënë? Me një bark e një kënd është ta binec, mirë po njëri ka dhënë me zgjut, ky tjetri nuk ka dhënë. Pse? Allahu Azza wa Jall i ka dhënë këtij më shumë. I ka dhënë zgjuarsin, mendjen e ka dhënë, ka ditë me logjiku, ka ditë me punu. Do me thënë këti ka dhënë Allahu Azza wa Jall, jo këto që se ka dashur. Mirë për ndështë ky nuk është i prim për ato me marë. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall po thotë: "Wala tu'tu sufaha amwalakum", mos i jepni pasurinë e juaj mendje lehtëve. Po pse mos mi dhon? Po ta hu. Nuk ja din vlerën. E kështu që ti nëse ja din vlerën, e falenderon Allahun Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa ta'ala ju shton. Nëse ju mohoni mirësitë e Allahut Azza wa Jall, dënimi im është i rëndë. Surat Ibrahim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po thotë: "Është çudi çështja e besimtarit. Gjithçka që i ndodh, ajo është mirë për ta. Çka të ndodh për besimtarin është mirë. Nëse Allahu Azza wa Jall ta ka mundsuar me jetu në pallat, thuaj elhamdulillah ya Rabb." I kujton ata vëllezërit e tu që nuk kanë. Jo, unë kom bo këtë, jo, falenderoj Allahun se Allahu ta ka mundsuar. Mirë po dhe nëse jeton me një kolib që është dhome vogël, ma e vogël se kja, 2 nëse është, prapë falenderoj Allahun Azza wa Jall, pse se ka dhe ma ketë se ti. Falenderoj thë ja Rabb elhamdulillah. Falenderoj Allahun Azza wa Jall ditën edhe natën. Pse? Se ka njerëz që janë edhe ma ketë se ti. E ti e ke dhe më thënë diçka. Për këtë pejgamberi nëse në është çuditshme puna e besimtarit, gjithçka që i ndodh, ajo është mirë për ta. Kjo nuk është për askën tjetër, jo për çdo kënd. Ka thënë veç për besimtarin, nuk ka thënë për muslimanin. Ka thënë për besimtarin. Nëse i ndodh një gjë e mirë, falenderon Allahun Azza wa Jall dhe merr shpërblim për këtë, ndërsa nëse i ndodh ndonjë fatkeqësi, ai duron dhe sërish përblej për ta.